Allahun e falenderojmë, salatat dhe selamet Muhammed Mustafa që dërgojmë, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik, dhe krejt atyre që ndjekin edhe pasojnë urnekin e pejgamberit alayhis salam me plot vedije, plot dëshirë dhe plot krenari deri në ditën e fundit. E lut Zotin e Madh, pasi që jemi mo vetëm se ka fundi i Ramazanit, e di që edhe mo energjia shkon të kri, të usos, e di që jeni lodh, sepse Zoti e ka kriju gjithsem për mu lodh në këtë dunjë, edhe është interesant kur lodhët njëri. Po, se kur s'lodhët, nuk ja din lezetin, edhe nuk ja ndin kënaqësinë. Kështu që elhamdulillah, na edhe pse jemi lodh, sado pak, dikush më shumë, dikush më pak, po në bazë lodhjes edhe në bazë vështirësisë që i kemi përjetuar ditë e Ramazanit, as që kemi ndjerë dhe kënaqësinë e Ramazanit, por duhet me ditë një ditë se lodhja harohet, njeri kthehet apet aty ku akon, por ajo që mbetet me njerin është kënaqësia, është e mira shpirtërore, edhe mbetet shpërblimi i përhershëm si për këtë botë, po ashtu edhe për botën tjetër. E lut Zotin e Madh që këtë ditë të cilën kemi agjëruar bashkarisht, dhe bashkarisht jemi mundu të bëjmë vepra të mira, t'i lutemi Zotit, e lut Zotin e Madh që kjo ditë të jetë një ditë shpërblimi për neve, një ditë e cila do të llogaritet në favorin ton, një ditë e cila do të peshohet në peshorën e veprave të mira, qoftë kjo ditë sebeb edhe shkak për të na i forcu Zoti zemrat tona, për të na i kthjell dhe për të na i shëru zemrat tona, qoftë kjo ditë e cila do të na i lehtëson rrugtimin ton në drejtim të Zotit të Madh. E lut Zotin e Madh që kjo ditë të jetë dritë dhe ndriçim për neve natën e vorrit dhe shpëtim ditë mahsherit. Allahumma amin. Sonte bashkarisht me juve do të elaborojmë një çështje e cila është shumë e rëndësishme për besimtarin, është çështje e cila neve na dallon si musliman prej krejt njerëzve tjerë. Atë sa është e rëndë me zbatu, aq edhe profiti i saj, edhe mira e saj, shifët si në dunjë, po ashtu edhe në ahiret. Ju e dini një send, për me arrit një sukses të madh, duhet me dhonë mund, apo? Pa mund nuk bëhet kur gjë. E ban mundin, e pastaj e gëzon suksesin e mundit. Si studenti, si nxënësi, si punëtori, si çdo kush. E jep lodhjen, mirë po çat sa jep lodhje për punën që ti e ban, pastaj e ndin kënaqësinë edhe e ndin rahatin. Andaj kjo punë, edhe kjo vepër, që unë kam i thonë disa fjalë, është vepër e rëndë me zbatu. Është vepër e rëndë me zbatu, mirë po nuk është e pamundshme. Është vepër e rëndë, me mojt Ramazanin është rëndë, apo, ama nuk ka e pamundshme. Me falë sabajin për çdo ditë është rëndë, ama nuk ka e pamundshme. Domethënë, krejt gjanat shka njeri ka mundësi mi bë. Ato nuk janë të lehta, janë të rënda, mirë po nuk janë të pamundshme. Edhe kjo punë nuk është e pamundshme, nuk do me thonë se s'mumi na me bë. Nuk ka mundësi kurkush me bë. Jo, dikush e ka bën këta, dhe dikush e ban, dhe kjo i ka të mirat e veta edhe në dunjë dhe në ahiret. Na dje folëm se prej ligjeve të Zotit në dunjë është se çdo njeri është i sprovuar. Sikur unë që po foli, edhe sikur ju që po ndëgjoni, dhe sikur ata që nuk na ndëgjojnë, krejt jemi të sprovuar. Mirë po, na muslimant, kur sprovohemi, na e dina një send. Nëse nuk e dim, duhet me mësu. Allahu neve na sprovon për me na bë më të fortë e para, dhe Allahu neve na sprovon që në përmjet sprovës me mri diçka që është shumë e madhe për ti, edhe në këtë botë edhe për në botën tjetër.
Dhe shembullin më të mirë e kena shembullin e pejgamberit alayhis salam. Fakti që pejgamberi alayhis salam ka arrit gradën më të lartë, ai nuk ka arrit këtë gradë të lartë prej kokër të shpinës. E tham na dje. Ai ka vujt, ka sakrifiku, domethënë ka përjetu telashe mbi telashe, derisa ka arrit në gradën më të lartë. Mirë po telashet e pejgamberit alayhis salam nuk kanë qenë pengesë që ai të bëhet njeri i madh. E që kjo do me thonë, edhe është një shembull më i mirë, nëse kina i telashe në jetën tone, mos e bën murr, mos e bëj murr, po bën e mundësi e cila ajo atu të shti për me mri që ati ku dën ti. Dhe kështu njeri duhet me jetu, sidomos besimtari. E sot, unë po du me folë në lidhje me çështë temë për një çështje tjetër. Besimtari, kur sprovohet, na thamë se duhet me bo sabër, apo? A thamë që duhet me bo sabër. A ka diçka më shumë se sabri? A ka diçka më shumë se sabri? Ka, më shumë se sabri ka dhe diçka tjetër. Mirë po e keqja na dhe kur bojmë sabër, bojmë me zor. Kjo është më e keqja. Puna e mirë kur sprovohesh, duhet me bo sabër me vullnet. Mirë po, a ka diçka më shumë se sabri? Më shumë se sabri është me kanë i kënaqur, me çata shka Zoti e ka caktu. Jo vetë sabër me bo, por çka? Me tu bo qefi se ti Allahu të ka sprovu me çata. Këshirum, sprovën mos e lip. Se kështu na mëson pejgamberi sa. Sprovën mos e lip. Po kur të vjen sprova, bën sabër. A më shumë se sabri është me u kënaq me çata shka Zoti e ka caktu për tije. Kjo është grada më e lartë. Kjo është grada më e lartë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka voros djalin e vet Ibrahimin, i ka pas 18 muaj ose 19 muaj. E ka pas emrin Ibrahim. Edhe pejgamberi alaihi wasallam a kon tu lutu, i ka lutu sit. Edhe kur e kanë pas sahabët, ka thonë ja Rasulullah, ka thonë edhe ti mërzitesh? A dhe ti mërzitesh? Ka thonë pejgamberi alaihi wasallam, zemra mërzitet, edhe syni luton. Mirë po, na nuk thojna kur gjon tjetër për vetë që atë që Zoti është i kënaqur me atë caktimin ton. Nëse mërzitmi, kjo nuk na çon pesh. Nëse mërzitmi, na nuk i shkelmi kufit, na nuk i shkelmi vijat e kuqe, por na përsëri e frenojna veten. Na përsëri e ndalmi veten. Edhe çka? E thojna çata shka Zoti është i kënaqur me neve. Kështu që njet, nëse don me kon rahat, nëse don me kon i qetë, nëse don më të duk dunjaja xhenet. O vëllezër, unë e kam thonë edhe kam e thonë edhe vazhdimisht kam e thonë, për mu vetë disu. Allahu i madh, Zoti i madh, që është më i miri, që është Rahman, që është Gani, që është Hamid, që i ka krejt emrat e veta të mira, që është absolut, që është vetëm i mirë. Allahu neve nuk na ka kriju për keq. Keqen e krijojmë na. Këtu është defekti atë na. Nuk është defekti se na ballafaqohemi me naj punë që nuk na shkon për shtati. Problemi është se na e shohmi si pengesë. A realisht nuk ka pengesa ajo. Se Allahu nuk krijon pengesa. Kur ta kuptojsh se Zoti në jetën tonë nuk krijon pengesa, ti je rahat. O vllazni, a keni pove në herë, për shembull, kur i ki punë të mirë me kryetarin e komunës? Flen rahat, apo? Çka thuti? Thu, se unë e kam njerin e fortë kam aty. E sosi punën me ata. Një telefon ja bëj edhe sosi punën. I je rahat, apo? Pse? Se ta sos punën. Po më mirë, kush ta sos punën? Më mirë se ai që është krijesë si ti, kush ta sos punën? Është Rabbul Alemini. A ka mundësi me të ndodhë në jetën tonë diçka pa caktimin e Rabbul Aleminit? Nuk ka mundësi. Andaj edhe gjanat çka i shef ti pengesë, duhesh me thonë elhamdulillah.
Edhe gjona që ka i shef ti penges, duhet me thonë elhamdulillah, se në qëtu ka një sukses për mu në dunjë dhe në ahiret që unë nuk e kuptoj, ama jam i bindur se Zotin qëtë penges që unë e shof penges, këtu ka të mira që unë nuk i di për momentin. Për atë dhe pejgamberi alayhis salam, për të mirat, kur është gëzu me të mira, ka thonë elhamdulillahi alladhi tatimmu bihi salihat. Kur është gëzu ka thonë e falendroj Zotin që këto begati i kanë prej Zotit. Mirë po, kur e ka pa ndonjë penges, nuk ka shqetësu, nuk i ka hip shtypja, as nuk i është pida sheqeri, e as nuk i është pida stresi, por çka ka thonë, elhamdulillahi ala kulli hal. Në situatat më të vështira, ka thonë elhamdulillah. Në situatat më të vështira, ka thonë elhamdulillah. Elhamdulillah o Zot për çdo situatë, se jam i bindur se në këtë situatë që unë po e përjetoj, që mu po më duket vështirë, unë jam i bindur se këtu ka hajër për mu. E që kjo është grada më e lartë e një besimtarit me jetu me kënaqësi në caktimet e Zotit në jetën tënde. Për atë pasuria më e madhe e njerit është me kanë i kënaqur me çdo gjë që është në jetën tonë. Na kemi një defekt o vllazni. Pse be na kami? Çdo i dyti kanë. Çka thot? Qysh jemi kanë, më herët jemi kënaqur më shumë. Apo? Na vetë bëjmë ispat me gojën tonë. Jemi kënaqur më shumë. Po më herët para 20 vjetëve nuk e ki pas qëtë situatë që e ki sot. Sot e ki ma mirë. Apo? Sot e ki ma mirë. Sot e ki ngratë. Sot e ki kerën e ki të mirë, po nuk e ki vish një kerë, i ki 2 kere, i ndronë për çdo muaj, për çdo vjet, ki luks shumë. Mirë, po përsëri lakmon në kalumën, apo? I ki kret, nuk knaqësh. Si ki pas kret, je kon i knaqët. Ku është defekti? Ku është problemi? Problemi është se atëherë je pajtu me pak edhe je knaq me pak. Kurse në momentin që ti ke mendu se me pas shumë ke mu knaq ma shumë, ti Allah ta ka dhonë edhe që ata. E lip shumë, unë e t'jap shumë. T'jap qatë sa donë ti. Unë e t'jap. Ama nëse mendon se ka me t'bon rahat shumica, bollëki, luksuzi, e ke provu. Ke pas edhe luks. Ama si e koni knast, edhe çka ke thonë? Abe tish mi thejmë edhe njerë për mas, se ma herët jemi knast ma shumë. Për atë edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, irdi bima qasama Allahu lek takun agna nas. Kënaqu. A do me koni pasër? A do me koni, o vllazni, pasuria nuk ka në xhep. Pasuria nuk është në kartel. Pasuria nuk është në tesha. Pasuria nuk është në material. Pasuria është në shpirt. Pasuria është në shpirt, pasuria është në zemër. Çka thot pejgamberi sa? A do me koni pasër? A do muni mbret? A do muni mirë? A do muni komod? A do muni super? Kënaqu me çata shka Allahu ta ka dhënë, ke mundi se je më i pasur në dunjë. Që do me thonë, Allahu i ka dhënë pasuri çdo njanit. Dhe asnjëri nuk ka fukara. Do me thonë, Allahu i ka dhënë pasuri çdo njanit. Edhe asnjëri nuk ka fukara. Për cilën pasuri? Pasuri e cila është e shpirtit, jo pasuri e xhepit. Pasuri e xhepit është e jotja. Ama pasuria e shpirtit është ajo që ta ka dhënë Zoti. E në momentin kur na e lojna pasurinë e Zotit dhe ngojna mas pasurisë xhepit, atëherë Zoti ta jep pasurinë e xhepit, por ta merr pasurinë e shpirtit. E pastaj kemi vujt edhe ditën, edhe natën. Kemi ju anku çdo kujna. S'jam mirë, s'jam rahat. A më konë këthejnë edhe njëherë për mas. Ish mi konë mirë. E ke lip vetë. E ke lip, e ke gjetë. E ke lip, e ke gjetë. O vllazni, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasuria e vërtet,
Të janë fjalët e Zotit, o vllazni. Janë fjalët e atij që nuk flet prej hamendjes. Pasuria e vërtet nuk është pasuria e xhepit, por pasuria e vërtet është pasuria e nefsit. Është pasuria e shpirtit. A shpirti për me qenë i pasur, edhe për mundi rahat, ndihesh rahat vetëm atëherë kur ti je i kënaqur me çat çka Zoti ti ta ka caktuar. Po mirë veç, qysh me gjetë mënyrën me kanë i kënaqur? Qysh? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse do me pa veten se sa i jeti i pasur, po si t'ja ditë vlerën vetës, na, e di qysh jemi na? Na e kallë i jargonin për një plesht. A i thë një plesht? Po, për një mërë. Për një mërë na jena në gjendje me kallë këtë jargonin. A na nuk e vërejna vetën se na për çdo ditë jemi të e kallë jargonin. Na për çdo ditë jemi të e kallë jargonin. Thuj se me çdo dytin, tretin, katërtin që takosh, fjalën e parë, fjalën e dytë, çka thot? Me njëra ankohet. Mos folmi për pjesën e grave, e kemi popë gratë, sa basit qohen, bismillah. Njerë janis mu anku pite andrat. E ka po në andrat keqe, edhe janis mu anku pite andrat. E mas andrave, thot kur u qova, e kisha post këtë qitë qafën. Po masaj kur tu hec, dishka mu morën ment. Edhe janis masanena, janis ankohet për shtëpinë, ankohet për kuzhinën, ankohet për bukën, ankohet për kundrat, ankohet për oborin, ankohet për kerin, ankohet për fëmijët, ankohet për... Ama krejt që to ankese janë ankesa luksi, o vllazni. Ankohet pse i ka. Na ankomi pse i kena. Na nuk ankomi pse s'kena. Na ankomi pse kena, o vllazni. Dhe gjoja më e keqe të Zoti është me u anku për të mirat. Allahu nuk do në mu anku as për sprovat, e lene më për të mirat. Prandaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që është i kënaqur, me ta do të jetë i kënaqur Allahu, dhe ai që hidhrohet, me ata do të hidhrohet Zoti. Me ata do të hidhrohet Zoti. Vallahi kur i nin disa tu anku, me njëherë të kujtohet ki hadithi pejgamberit alayhis salam. Po çfarë të mira po do, çfarë të mira ti e tu dasht. Kurse fjala e parë, e dyta ti më një kimu ankuar. Kur ki me thonë elhamdulillah? Kur ki me mësu gojën tane me thonë elhamdulillah? Jam i kënaqur. Se Allahu më ka dhënë shumë të mira më ka dhënë. Nuk kam vakt mu ankuune. Po çka kemi na? Na problemin e kemi se na e shohmi dikan pak më mirë se na, e na do këtë sa ai hini në xhenet e timet e jashtë. Çtu e kemi na problemin. U knaq ai, unë me ta pa u knaq. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse don më mësu me u knaq në jetën tane, sa herë shife ata që është nën teje, atë që është nën teje. A kemi arë sot me komët e tonë, o vllazni? Kemi arë në xhami me komët e tona. Sa milion njerëz ndrojnë mi pas komët e tuja. Sa milion njerëz ndrojnë mi pas komët e tuja. Sot a kemi lëviz vetna, kemi punu, kemi lëviz. Sa milion, jo qindra, jo mira, milion njerëz janë të shtrim, s'mundën me lëviz. Sa milion njerëz janë me smundje trana. Sa milion njerëz për çdo ditë e pret vdekjen, me miliona vllazni. Sa milion njerëz vdesin në Afrikë, vdesin me minuta vdesin, për çdo minutë 4-5 minuta vdesin. Për shkak se s'ka bukë me hangër. Për shkak të smundjeve, me miliona vllazni. Me miliona. Andaj është mirë më ndalti me veten, edhe me pase se ti je milioner, o vllazni. Jo milione, jo 1 milion, ti ki shumë miliona. Bubrekin që ti e ki, veshk që i kije, dikush është në gjendje mi dhonë 1 milion,
ose miliona me pas një bubrek. Zemra shkatit funksionon, edhe se ki gale, se e din që mirë je, super je. A disa njerëz janë milionera, janë të pasur, shumë të mëdhej, janë gjendje me dhonë milionat, vetëm ta ketë një zemër të shikite. Sa njerëz janë pa men, o vëllezër. Sa njerëz ankohen prej haresës, se s'ma men hiç. Hiç s'ma men. Ti me men shkon punë, me men kthesh, me men shkon te kopja, i ban këtë punë me men. Edhe del në kafe, edhe si t'ja nis bismillah kafën e parë, edhe ja nis, çka? S'po shkon puna, po më dhem kria, ka i pështipja. Se ti menon se këtë dunjoja sillet rreth teje. Po. Dil pak për vetvetes. Dil pak për vetvetes. O vllazni, më i smuti në dunjo, më i sprovumi në dunjo. Ama më i sprovumi në dunjo. Edhe ai ka hapësirë me menu se dikush është më ketë saj. Cëlla mundet me konë? Më i sprovumi në dunjo. Edhe ai pas ka mundësi, a pas ka më mirë saj dikusha? A pas ka më mirë saj dikusha? A va merr mendje? Më i sprovumi në dunjo, për momentin që është, tash që është. A ka dikush që është më ketë saj? Dhe a ka mundësi me konë dikush më ketë saj? Sa njerëz i ka gëlltit toka? Pina Ademin a.s. Sa njerëz? Me miliarde. A e dinive se ata kretë që kanë shku në dunjo, kishin pas që vish një ditë me rënu në dunjo. Vish një ditë kishin pas që me rënu në dunjo. Më i sprovu me këtë smujet, me kretë, si punon as zemra, as mushkërinjt, as kur gjonë si punon. Edhe më këtë se që ki ka, a i shka e ka marë jetën e vetë dhe mos mund të më këti në dunjo. A e dini pse, vllazni, se ka thonë Rabbul Alemini, njeri kur shkon të në pranë dunjo, atëherja di vlerën jetës. Atëherja di vlerën frimës, që e çon edhe që e merr. Ja di vlerën çdo sekundit. Ja di vlerën çdo momentit. Çdo i vdekur kishte pas qef veç pak me ardh që t'i shton punë të mira. Ama s'ka më. S'ka më. Ama çaj më i smuti e ka këtë shansë. Çfarë shansë e ka ai? Me thonë, jam i kënaqur me qëtë caktim edhe shpresoj se për çdo sekund që unë e përjetoj këtë smundje, Allahu mu me më shpërbli. Ibni Mesudi, hini të pejgamberi a.s. edhe preki me dorë, dhe e pa se pejgamberi a.s. po ndin dhimbje, tha ja Rasulullah, tha, edhe ti ki dhimbje, edhe ti përjeton. Çka tha pejgamberi? S'ja nisi mua ankue. S'ja nisi me thonë, po qysh be Zoti më ka provu, po unë jam pejgamberve, po unë e kam punë me juve, po unë duhet më udhëzu juve, më drejtu juve. Çka? Pejgamberi a.s. e shprehi kënaqësinë dhe tha se unë jam i obliguar, edhe unë jam si ju, edhe unë e kam linë si ju, edhe unë e përjetoj sprovat si ju. Mirë, po unë jam shembull për juve, për me ju kallëzu se me kretë sprovat më të mëdha, unë me ju kallëzu juve se rahatia edhe qetësia edhe rrugdalja është me kon i kënaqur. Vallahi kënaqësia është ilaç. Jo ilaç që mundesh me blenë në barnatore. Nuk mundesh me blenë në barnatore. As mundesh me gjetë në restoran. Kur s'mundesh me gjetë. Ama e kin brendësinë tane, veç duhet me aktivizue. Edhe me thonë, jam i kënaqur me qatë çka Zoti më ka dhënë. Provoj një ditë. Veç provoj një ditë. Kime pas që s'kime pas tension. S'kime pas tension. Edhe sheqeri ka mu të largue. Edhe këtë smundjet e shpirtit, edhe të mbrenshme shka i kje, kanë me fillu me të reduktue. Pse? Se është aktivizu një ndjenjë që ndoshta se ki aktivizu të një jetën tëne. Ajo është ridha Allah. Ajo është me kon i kënaqur me Rabbul Aleminin. Andaj edhe në ditën e ahiretit, edhe në botën tjetër,
në xhennet, kur kanë me hi xhennet lit. Gone mirë. Kur kanë me hi xhennet lit në xhennet. Edhe kam ju thonë Zoti xhennet live. A jeni të kënaqur me keq ata që keni pa në xhennet? Kam me thonë xhennet lit. O Zot, na jemi të kënaqur, jemi të kënaq se na ki dhon neve diçka që si ki dhon kurkujna. Kam me thonë Zoti, unë kam ju dhon diçka më shumë se kjo. Unë kam ju dhon diçka më shumë se kjo. Kam me thonë xhennet lit, ja Rab, na kishtin xhennet, s'ka më mirë se kjo. S'ka më mirë, s'ka lodhje, s'ka mërzi, s'ka dert, s'ka xhelozi, s'ka haset, s'ka smundje, s'ka gjumë, nuk ka vdekje, s'ka kur gjohë hiç. Këtë mirat i kije, kanë mi përjetu këtë mirat, edhe kanë me ditë se mo kanë me konë për gjithmonë. Perimetrat e xhenetit kanë me konë ndryshe. Njeri xhenetit, s'ki mo tut hiç, la khaufun alehim wala hum yahzanun. S'kan mu tut edhe s'kan me pas mërzia. Çka ka me thonë Zoti? Jo, ka diçka më shumë se kjo. Kam ju thonë Zoti, ju që keni jetu të kënaqur me të mirat dhe me caktimet e Zotit, unë sot ja kam bë obligim vetës që me juve me kon i kënaqt edhe asnjëherë mos mu hidhnu. Me kon i kënaqt edhe asnjëherë mos mu hidhnu. E keni pa be ndaj dost kur e do shumë. Një dost, ose një shok, ose një njerë. Me kon që e ki thonë në i laf, edhe me ndonë që e ke prek, ta natën nuk zetë gjumi, a thu u idhnu, a su idhnu, a thu e preka, a se preka, ta ndërgjegje, apo, se e ki dost, e ki shok, e ki përzemër e kije, apo, deri sa ta dish që ai nuk ka idhnu që atër flenë rahat. Apo, Gjisali? Po me marë vesh që Zoti është i kënaqur me tije, çfarë gëzimi mund me kanë? Po me marë vesh që Zoti i madh, Rabbul Alemini, që është i kënaqur me ti, mos i dhnohet Zoti me tije. Po s'ka më kënaqësi se kjo. Nuk ka problem më të madh se kjo. Dhe Allahu kur ta është i kënaqur me robin e vet, ai mo nuk i dhrohet. Andaj e kemi mundsinë, edhe kemi shansën me këtë jetën që na i ka dhënë, me shëndetin që na ka dhënë, me mendjen që na ka dhënë, me të mirat që na i ka dhënë, me sprovat që na i ka dhënë, me krejt gjonat e mira që janë të panumërta, me u mundu me gjetë atë kodin, se jeta ka kod, o vëllazni, çdo sen ka kod. A e keni pa, po shkojna një natë po më dukut, ta jo akullorja, shumë akullorët e mira. Ato akullorët e mira e kanë një kod. Këtë bojnë akullore, apo? Këtë bojnë akullore. Ama ajo akullore e mire ka një kod që e din vetëm maj mjeshtër, apo? Edhe jeta e ka kodin e vetë. Jeta e ka kodin e vetë. Nuk jetohet si hajvan, o vllazni. Se vetëm hajvani, kur e shef atë sanën, e thëni sanë, kur e shef atë barin, has si hajvan, edhe krym punën. Edhe u kësos. Na nuk jemi hajvan, o vllazni. Na nuk jemi hajvan. Me gjithë se kije, me gjithë se Allah të ka dhonë pasuri, me gjithë se Allah të ka dhonë shëndet, me gjithë se Allah të ka dhonë këtë mirat, jeta ka një kod, për me ka një kënaqur, ka një kod. Kodi i rahatis jetës tone, kodi i qetësis, edhe i të mirave, edhe i mirësis, me këtë mirat që ka i kin jetë, është me ka i kënaqur. Kjo është kodi. S'ka kod tjetër. S'ka kod tjetër. Abdullah ibn Mubareku ishte të i la hurmat në deti. Ka qenë një dietar i madh. A kon të i la hurmat, para mendo. Edhe ka thonë, vallahi ka thonë, me ditë mbreti, se çfarë rahatlëk i kam zemrën teme. Me ditë mbreti, se çfarë krenarie kam zemrën teme. Me ditë mbreti, se çfarë mirësie kam në zemrën teme, pre inati edhe pre xhelozisë, kishte me ardhë me makput kokën teme me shpatë. Kështu që Allahu neve na ka kriju me qenë pasër. Na ka kriju që na me shiju xhenetin edhe erën e xhenetit me një nga jeta e kësaj dunjaje. E era e xhenetit, edhe xheneti, edhe të mirat e xhenetit duhet me i provu nga jeta e dunjas. Andaj na Zotit, çka i thojna? Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Zot, më jep mirat e dunjas. E më e mira e dunjas cila është? Më e mira e dunjas, çashtu siç ka thënë pejgamberi sa. O Allah, më jep mirat e dunjas,
por në të mirat ma jep që unë të jam i kënaqur. O Zot, më jep mirat e dunjas, por mbi gjitha ma jep kënaqësinë që të kënaqna me të mirat dhe më jep mirat e ahiretit edhe rujëm nga zjarmi i xhenemit. Por na kur i lutemi Zotit, çka i thojna? O Zot, veç të mira më jep, ama nuk kam rëndësia kënaqësa as kënaqëse. Allahu të jep të mirat. Allahu të jep të mirat, por çajo e mirë masej të bëhet azab. Që mos më u bë azab e mira e jetës tonë këtë dunjë, duhet më nis me ushtru vetveten, edhe duhet me stërvit vetveten, me kon i kënaqur për çdo ditë. Mësoje me gjuhën tënde, mësoje gjuhën tënde me thon për çdo sen elhamdulillah. Edhe kur dhome kryt, thuj elhamdulillah. Edhe kur të hipe shtypja, thuj elhamdulillah. Edhe çdo gjë që të ndodhe, se shembull e kemi Muhammedin alayhi salam, i cili na ka mësuar se çish me jetue. Qërum, Allahu na i ka dhënë mundësinë me fitu ujin, ama mundësinë çish me shiju ujin, edhe me kon i kënaqur me ujin, na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ti vetë në mësën. Ti mundesh me ble ujin, edhe mundesh me ble shumë sene, ama nëse nuk e merr yrnekin prej atij që është më i përkrym, ajo është Muhamedi alayhis salam, krejt dunjon me pas, ti s'ke rahat s'ke me kon. Mirë po, kur gjon nga dunjoja mos me pas, nëse e ki kënaqësinë, çish ka thonë pejgamberi alayhis salam, ti dokët se e ki krejt dunjon edhe e ki ahiretin. Zoti ju shpërbleft, e ju nderoft, e ju dha çdo të mirë në këtë botë edhe në botën tjetër, e mbi gjitha Allahu na mundsoft që të jetojmë me kënaqësi, të jemi të kënaqur me caktimet e Zotit, të jemi falëndërues për të mirat e Zotit, ta falenderojmë Zotin e Madh për çdo situatë dhe për çdo moment, sepse kjo është mundësia për ta mësuar veten, që të shijojmë të mirat e dunjas para se të shijojmë të mirat e xhennetit. Për fund, ju përshëndes me përshëndetjen më të mirë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.